A mund të përdoret si argument? Se kam paralimu si argument. Shka do të thotë kjo për ligjin, kushtetutën e venit, krizën, edhe përgjësim politike, se pakten një shtetë parlamentarë, zoti Gruda. Mas pari na nuk i na orë në atë fazë, na i në të kryetari i kuvendit, edhe nësë muna me bo shantazh, kështu me thonë, kur të vijmë atje, keni me po ju, së muna kështu me, kjo masë ne o pazar. Kjo këta, me përkëthy bukfalisht, apo thënë, gjykata po thotë që ka shkelje, ju votën na neve kryetarin, e na në juve në kryetar. Me bo marrëveshje për shkeljet kushtetutës. Kjo marrëveshje me shkel kushtetutën, asim, interesu me bo asi lloj marrëveshje. Thonë, që shmush më marrë vesh me shkel kushtetutën. S'ka marrëveshje politike që mundet me dominu kushtetutën. S'muna me marrëveshje politike, na me bo këtë kompromis, kështu që mendoj që është interpretim absurd, do të është funksion që asaj me gjithë argumentit se ekzistojnë. Edhe njerë po këthejmë, akgjykimi po thotë kompromis. Partia fituese me bo kompromis. Cili është kompromisi që e bën VV-ja? Cili e kompromis? S'ka. Po bon, to dikun edhe një 20 minuta bon rrafsh 24 orë, dikun edhe një 20-30 minuta prej kër është bo publik akgjykimi. Deri me tani nuk kemi po, përmison një regjia nëse ka në reagim, po deri sa këmi një emision nuk ka pas as një reagim nga presidentja. Zoti Gruda, si komentoni pozicionin ose hirtën e presidentës karshi këtij vendimi? Presidentja pak para disa jave ftoi një takim në emër të konsensusit edhe të zgjedhjes për ngërçit politik. Na kemi akgjykim, presidentja si një juriste, si një presidente, si dikush që ka obligim në përgjithësi. Unë menoj që në rolin e saj, absolutisht. Në rolin e saj. Kushtetuse, unë s'po flas pjesën politike. Do me folësh, në pikë pamje kushtetuse, si e leja presidentes, është në rolin e saj kushtetuse. Presidentja është organ politik, presidentja ka luajtur rolin e saj, e ka thirrë seancën konstitutive, i ka thirrë lider në konsultime. Akgjykimi i gjykatës kushtetuese është i qartë, presidentja nuk ka punë në interpretim të akgjykimit, dhe kështu menoj që është duhet luajtur rolin e saj kushtetuese i takon. Pjesën politike nuk ka rol presidentja në këtë rast. Kështu që menoj që është, nëse do të dërhynte presidentja, atëherë do të dilte jashtë mandatit të saj, mendoj unë. Momentalisht presidentja nuk ka rol. Akgjykimi është i qartë, akgjykimi i drejtohet Kuvendit të Kosovës, i drejtohet partisë fituese, thotë deri sot e ke shkel kushtetutën, shulexum, dhe i thotë sot e tutje shko bën kompromiset, arrije konsensusin e nevojshëm, zgjedhë kryetarin e Kuvendit. Ne nga ana jon konsensusin e kemi ofru, se kemi shkuar çdo herë në takime dhe kemi diskutuar, kompromisin po ashtu se kemi thënë votojmë një kandidat, kështu që presidentja nuk mendoj që ka ndonjë rol në këtë rast. Skenaret masçia pas 30 ditëshit, zoti Gruda, në rast se nuk arrihet të zgjedhet një kompromis, ose nuk arrit kompromise dhe konsensusi ashtu që obligon akgjykimi partinë fituese, cili është rreziku, cilët janë skenaret masçi, se prom kemi pas polemika, opinione të ndryshme për rreziqet që vijnë pas këtij 30 ditëshi. Skenari më i keq i mundshëm. I thash që pas këtij 30 ditëshi nuk ka zgjedhje. Një gjë është e sigurt se nuk do të ketë zgjedhje. Gjithë pyetja, gjithë polemika është çka 30 ditëshi. A mendoni se është i mangët akgjykimi i gjykatës kushtetuese pasi nuk e ka specifikuar çka pas 30 ditësh, zoti Gruda? Mas pari, para se me dalë skenar, a konsideroni që është i plot akgjykimi përderisa nuk e ka precizuar çka pas 30 ditësh? Se me pa pas vullnet edhe konsensus na s'kishim marrë deri në këtë situatë. Ndoshta do të mund gjykata tregonte çka ndodh mas 30 ditësh, por unë mendoj që gjykata ka dhënë udhëzime të mjaftueshme çka do të më bën këto 30 ditë që më u përmbush 30 ditë. Tash këtu na kemi krijuar një traditë mbrapsht të interpretimit të gabuar edhe arkaik normave kushtetuese, e cila traditë është pothuajse e pamundur më rregullu përmes mekanizmave kushtetuese. Edhe më lejo edhe një herë të kthehem shkurtimisht tek votimi i fshet, se harrova me përmend edhe një paragraf shtesë të akgjykimit të gjykatës kushtetuese, që e kam postuar sot në mëngjes në faqen time në Facebook, edhe mu dash me verifiku në telefon cili ka qenë paragrafi, edhe du të me lexu edhe një herë. Përveç asaj që citova për votim fshet, du të citoj edhe paragrafin 155 të akgjykimit. Thotë, pavarësisht se paragrafi 2 i nenit 8 rregullorës Kuvendit parashes që kryetari i legislaturës paraprakon në mbledhjet përbashkë me kryetarë subjekteve politike që kanë fituar vende në Kuvend, merret me propozimin e rend ditës për seancë konstitutive dhe aspekte tjera procedurale organizative. Megjithatë, paragrafi 4 i përcaktuar pas paragrafit 2 të nenit 8 të saj ka definuar në mënyrë taksative dhe formale rendin e ditës të seancës konstitutive, e cila përbën përmbajtjen kryesore dhe të vetme të seancës konstitutive dhe e cila duhet të udhëhiqet me përpikmëri nga kryesuesi i seancës konstitutive. Po thot, pra, rendi i ditës është i përcaktuar në mënyrë taksative, juristat e dinë taksative do më thonë me numëru çdo gjë, dhe ka numërim negativ, pozitiv, kjo është pozitiv, thotë me bo këtë, dhe formale, dhe
Kjo është përmbajtja e vetme gjatë seancës konstitutive, po thotë s'mund të pas kur gjë tjetër, pra përmbajtja e vetme, dhe të cilën dhe e cila duhet të udhëhiqet në përpikmëri nga kryesuesi i seancës konstitutive. Domosdoshmërisht s'mund të mushtu asnjë pikë, që është ky paragrafi. Do thonë, kryesuesi i seancës konstitutive nuk mund të mjashtu asnjë fjalë, po thotë gjykata kushtetuese. Më fal, më qartë, këtu ka mujtë mushtu edhe një fjalë arkaike, që shpëton vetë nëse. Me thonë, pro me fjalë tjera, kryetari kryesuesi i seancës konstitutive duhet me udhëheq seancën që thot rregulloria. Prapë ta mund me interpretuar ndryshe. Kështu që mendoj që është Kjo është e qartë. Kjo pe paralajmëron sipas jush çka thot konkretisht rregulloria. Nëse në fillim konsitimit të seancës kur i marr vesh ish ky parlamentari me lider, tosh marr vesh me shku me format të hapur, pikë për pikë, duhet me shku sa ashtu për ndryshe bien ndesh. Në mënyrë taksative po thot në përpikmëri seancën konstitutive me udhëheq që është e përcaktuar me 9-8. Në përpikmëri po thot. Që fjalën përpikmëri e keni këtu. Dhe e cila duhet të udhëhiqet në përpikmëri nga kryesuesi i seancës konstitutive. Pikë. S'ka tjetër. Do është më qartë se kaq, unë s'di ç'do më kon. A më lexoj edhe një herë fjalën është ta përgjigj. 9-8 ka definuar në mënyrë taksative dhe formale rendin e ditës së seancës konstitutive. A jemi të qartë deri këtu? Po. Presi e cila përbën përmbajtjen kryesore dhe të vetme të seancës konstitutive. Të vetme, po thotë. Përmbajtja kryesore dhe e vetme. S'ka tjetër, s'ka vetëm shef, po thotë. Dhe e cila duhet të udhëhiqet në përpikmëri, pra pikë për pikë, nga udhëheqësi. Nga kryesuesi i seancës konstitutive. Ma qartë se kaq, nëse don zoti Dehor, më avizat tu që shi bjen kjo, po thëmë tash me cinizëm, çka i bjen kë? Nëse kishim ia dhënë ai aplikacionit të inteligjencës artificiale, më thonë merre këtë paragraf. Bëne animacion, tregona me një skit, çka do të më bë, ndoshta do ta prodhonte një përmbajtje. Ma qartë se kaq nuk ka çush. Unë mendoj që tepër. Zoti Gruda, cilat janë skenarët më të rrezikshëm atë që pas 30 ditëshit? Edhe çka flet kjo në rast se nuk ka reflektim nga skenari më i keq do të ishte vazhdimi i insistimit të pas 30 ditëve nga lëvizja vendosur në kandidatin e njëjtë dhe në